kandidatët e primarëve në tërësi i kam takuar ose ju kam telefonuar. Vetë Saljani ka qenë disa herë në këtë zyrë. Ilir Ali Mehmeti edhe më shpesh. Në këtë kontekst, askush nuk është i përjashtuar në këtë parti. Po, ka patur një problem. Ka patur një problem serios. Dhe ky problem ka qenë angazhimi ynë total në mbrojtjen e votës. Në rast se ju rikujtoni deklaratat e mia, ato kanë qenë dy. E para, me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Dhe kjo është përsëritur jo një herë, po 10 herë. Unë jam kryeministër dhe unë e di se në rast se një kryeministër vendos të mos zhvilloj zgjedhje, po fars, opozita sfiton kur ato zgjedhje. Ka të gjitha mjetet, siç thot raporti i OSBE Odirit, të gjithë potencialin e madh për të rrëmbyer votën, për të shtruar zgjedhjet në një fars. Dhe Edi Rama është i tillë, dhe unë këtë e kam denoncuar më 10 herë. Por kam bërë një zotim tjetër krahas kësaj. Zotimi im tjetër ka qenë se do mbroj votën. Çfarë do thotë do mbroj votën? Pra, do bëj gjithçka për të vërtetuar se ishin zgjedhje apo fars, se ishte votë e lirë apo votë rrëmbyer. Dhe kjo, mendoj unë, u realizua për herë të dytë historinë e këtij vendi. U realizua për herë të dytë pas vitit 2001. U desh një përpjekje shumë e madhe, por një përpjekje në këtë aspekt plotësisht e suksesshme. 3 raportet e 3 organizatave më të mëdha ndërkombëtare që erdhën së bashku dhe vëzhguan zgjedhjen, dhe raporti i tyre i përbashkët, faktojnë se 11 maj i 2025 ishte një farsë e vërtetë elektorale. Po të marrë raportin më të shkurtër të tyre, raportin e Këshillit të Europës. Qofse ju lexoni me interes rekomandimet, një nga rekomandimet bazë është në Shqipëri të ndahet partia nga shteti. Çfarë nënkupton kjo i dashur? Kjo nënkupton që zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet. Por zgjedhjet që zhvillohen në kushtet e partisë shtet nuk janë kur zgjedhje të lira, janë thjesht farsë elektorale. Por të mos thënë pastaj, mund të imagjinoni ju një parti shtet që organizon në periudhën kohore të ndaluar për aktivitete 4500 aktivitete elektorale në mënyrë që të ndikojë tek zgjedhësit. Që përdor, jo një minutë, që përdor 100 euro për çdo pensionist për të ble vota. Që fal 1 miliard, gjersot, këto kohë kemi thënë 200 milion, jo, llogaritjet treguan se janë falur 1 miliard e 700 milion gjoba dhe kamata të 10 viteve të fundit. Që licenson mbjelljen e 28.000 hektarëve kanabis në vend. Që përdor administratën si një ushtri elektorale në kundërshtim flagrant me ligjin dhe parimet ndërkombëtare. Pra, janë ky kompleks faktorësh i cili bëri të mundur që ne t'i dalim zot votës së shqiptarëve në kuptimin ligjor, shqiptar dhe ndërkombëtar. Çfarë do thotë kjo? Po, kjo do thotë se çdo demokrat është demokrat, çdo opozitar dhe opozitar,
e ka legjitime betejën për përmbysjen e këtij pushteti dhe rivendosjen e votës së lirë. Dhe ky nuk është një rezultat i vogël, kjo është realizuar dhe në vitin 2001, qofse ju kujtohet, që u konkludua me një president konsensual, formule cila sot opozicën në vlerësimin tim më të madh nuk i intereson.